E njohim masakrin e Selanit, apo atë të Paramithis. Në muajin mars erdhën nga Korfuzi bandat zerviste dhe bën masakër në fshatrat e Filatit në Spatar. Ne gjoja na thanë shkoni në shtëpitë tuaja dhe morëm rrugën për të kthyer në fshatrat tona. Atje kishin zëmprit dhe kanë vrarë 74 burra, gra dhe fëmijë. Në nës, si të thuash, i kumendja. Kështu vjen masakra e Filatit në kujtimet e profesores Osmanit, i mbijetuar i masakrave. Profesor Dr. Bullum Xhufi, një nga historianët më të njohur shqiptar, për të ndarë me një analizë të thelluar mbi masakrën e Filatit dhe rrethanat historike që e shoqëruan atë. Parë do doja të përgëzoja Fondacionin Qamëria Hasan Tassimi dhe drejtorin e saj, zotin Anket Veliu, për organizimin e i takimi, që është një erësh edhe shkencor, edhe përkujtimor, me rastin e një nga, madje do thosha, e masakrës ose spastrimit etnik të parë pas luftës së dytë botërore. Në propagandën politike, por dhe në historiografi moderne greke, ekziston një interpretim i mirë koordinuar për të justifikuar masakrimin e qamëve dhe spastrimin etnik të qamërisë në çastin e fundit të luftës së dytë botërore. Kanë deklaruar shqiptarët e qamërisë si kolaborator të pushtuesve italo-gjerman, të cilët nga frika e ndëshkimit për krimet që pas këshin kryer në dëm të grekëve, në mbarim të luftës ikën vullnetarisht nga Shqipëria. Ky është interpretimi zyrtar. Këto fjalë kanë shqiptuar mund mes Tiranës, këta drejtues të shtetit grek, pa u bërë kush fjalën dysh nga ana shtetare të Shqipërisë. Ka edhe momente shumë të zymta, tragjedi të vërteta të popullsisë qamëri. Dhe sot ne do përkujtojmë njërën për atyre. Masakrën e 6 marsit 1925. Për këtë masakrë kanë shkruar shumë, por asnjëherë nuk kanë thënë të vërtetën. Dhe misionarët anglezë që kishin topin e kandarit në dorë, kur vinte puna, e mëshironin qamërit për masakrën që ishte bërë, por në fund të fundit nuk thanë asnjë gjë. Do të them edhe unë disa fjalë për masakrën e Filatit, për masakrën e dytë Filatit. Unë duke qenë nga Spatari, një fshat shumë pranë Filatit, babai im thonte që me një vrak pele mund shkoje në Spatar, gati 1 kilometër e gjysmë, ose 2 kilometra. Nuk jam nga ata, sepse neve shqiptarët edhe qamët, po në përgjithësi ballkanasit, edhe një fshat humbur, mund të jesh fshat i humbur me 4 ose 5 shtëpi dhe e ndjeni si kur është qendra e botës. Megjithatë, Spatara im, hajde dini, e shmarr goxha me historinë e geografinë e Spatarit, ka figura të shquara. Tani, lidhur me masakrën, 2 masakrat, mbaj mend që i vogël, pastaj adoleshent në rinin time, pastaj kur u madhova, dhjetra rrëfime nga prindrit e mi, se mos nga babai, i cili kishte kujtes fenomenale, por edhe nga patriotët të tjerë që vinin në familjen tonë. Në një farë kuptimi, unë jam ushqyer me këto kujtime për 2 masakrat. Të nderuar miq, ju falenderoj që u bët pjesë e kësaj përkujtimore të masakrës së fundit që shkruan në Qamëri pikërisht 80 vite më parë. Më lejoni që të falenderoj të gjithë folësit, profesorët të nderuar që hodhën dritë mbi këtë ngjarje. Dhe ajo që ndjej unë, besoj dhe shumë të tjerë, gjithë shqiptarët, është fakti që ne duhet të themi të vërtetat tona, të vërtetat e Qamërisë, të vërtetat e historisë tonë kombëtare. Pak minuta më parë se të fillonim, pata një bërë bisedim me profesor Bernard Zotaj, i cili dha një ide shumë të mirë, shumë të vlerë, lidhur me atë për cilën qamët akuzohen nga grekët, pra për bashkëpunimin me fashistët. Ndërkohë që ka me qindra partizan, me qindra shqiptar të Qamërisë të vrarë në luftë kundër okupatorit. Dhe
nëse kemi pak disi të vështirë për të identifikuar të gjithë ata që janë vrarë në Çamëri, dhe kjo dhe për shkak të asaj heshtje dhe harese që edhe shteti grek kërkonte shqiptarëve dhe luftës së tyre, përpjekjeve të tyre, por ne kemi pak më të thjeshtë që të identifikojmë të gjithë shqiptarët e Çamërisë të vrarë në Shqipëri. Janë vrarë anë mban territorit të shqiptar, pra nuk janë vrarë vetëm në Çamëri. Ndaj e mirëprita dhe propozimin e profesorit për të punuar për krijuar një grup pune që të identifikojnë pikërisht ata shqiptar të Çamërisë që kanë dhënë jetën në luftë-shtirimin e vendit. Unë duhet të falenderoj të gjithë ata profesorë, historianë, studiues, të cilët në kaq shumë vite na kanë mbështetur në çështjen tonë, në çështjen çame që padyshim është çështje e gjithë, është çështje kombëtare. Janë zëra për cilët ne kemi patur shumë nevojë dhe vazhdojmë kemi shumë nevojë dhe unë jam mirënjohës. Por ajo që ne kemi shumë nevojë sot, besoj më herët do të kishte ndodhur, duhet kemi një studim zyrtar, shtetëror, të mirëfillt për Çamërinë. Dhe unë besoj që do të ishte në nderin ton kombëtar, do ta them shtetëror, që Instituti i Historisë, Akademia e Shkencave, të ngritet një grup pune për të patur një dokument historik të plot, studimor për çështjen çame, që kjo të jetë një lloj busulle, një lloj guideline edhe për zyrtarët dhe për të gjithë ata që duhet të merren me çështjen çame, për Parlamentin e Shqipërisë, për qeverinë shqiptare, për Ministrinë e Jashtme, në mënyrë që mos të kemi qëndrime të shkëputura, të cilat kurse nuk kanë bazë historike. Pra, do të kemi një bazë historike shtetërore. Unë e konsideroj të rëndësishme këtë gjë. Unë ju falenderoj edhe një herë, ne jemi përpjekur si Fondacion Çamëria të kemi aktivitete të shumta, për të hedhur dritë mbi Çamërinë, mbi kulturën tonë, mbi historinë tonë, mbi identitetin tonë, dhe për këtë kohën e fundit neve sapo kemi krijuar edhe një podcast. Gjithashtu jemi duke për pak ditë del edhe një portal online me të njëjtin emër siç është edhe podcasti Çamiko. Unë do të ftoja gjithkush që ka mundësi, do të kontribuonte për këtë identitet të zonës së Çamërisë, por edhe më tej, pasi ne nuk do të kufizojmë vetëm për shqiptarët e Çamërisë, është i mirëpritur dhe do doja që të kontribuonte të ishte pjesë e këtij rrugtimi të ri që fondacioni ka për çështjen çame dhe kombëtare tërësi. Ju falenderoj.